nuk I bëjmë do të 4.7 milion shqiptar me gjithë respektin për çdo banor të Republikës, as gjyqtar, as prokuror, as avokat, sepse bëhet një shkollë e gjatë edhe trajnime profesionale të vazhdueshme. Prokuroria e posaçme, gjykata e posaçme nuk kanë detyrë që të bindin çdo njeri në këtë Republikë që po e zbatojnë mirë ligjin. Pyetja ime konsistonte, ka pasur presion apo jo SPAK-u? Unë mendoj që raporti që zbatuar është I drejt, I sakt dhe po ta them nuk ka standard të dyfish, se po ta shpjegoj. Nëse do procedoj për të njëjtat kërkesa, do zbatonin të njëjtën rrugë. Nuk kanë shkuar për të kërkuar arrest në burg, si mas e sigurim personazh ose kontroll shtëpie. Nuk kanë mbajt. Po sepse hetimi pasuror ndoshta. Po e kanë mbajt me thënë të drejtën, e kanë mbajt shumë të rezervuar deri këtu. Mund të thot dikush pse se kanë kërkuar dhe për këtë arrestin në burg. Jo, nuk po them të arrest, edhe këtu ka një shpjegim. Edhe këtu jo kontroll banese. Edhe këtu ka një shpjegim. Ku vendi për kontroll banese, më treguar shumë strikt. Po pse nuk ja kanë çuar kërkesën? Ka shikoni një background politik, e shikoni donë që hija e zëvendës kryeministrit është e rëndë, a shikoni donë që ka pasur në underground kryeministri e ka mbrojtur. Shaj me ekspertizë kjo, dhe nuk I kam humbur akoma të reflekset e profesionit, po ta shpjegoj. Pas ty donë zoti Xhaferi, po. Sot në fazën në të cilën ndodhet zonja Bauku, vepra për të cilën zyrtarisht është marrë e pandehur, hyn te kategoria ende e lehtë e veprave. S'është akoma për korrupsion. Pra, prishja e barazisë në tendera dënohet deri në 3 vjet. Se për kaq diskutohet. Dhe në 5 më duket atë. Kjo vepër. Nuk është akoma kategori vepre. Nëse ata do ta marrin për korrupsion pasiv aktiv. E merr dhe merr. Atëherë pastaj ndohet pozita dhe mund kërkohet një mas merën. Pra don nga në bazë të veprës penale që për cilën e akuzojnë. Eksakt. Është korrespondon kjo mas sigurie. Pra kapitull në vazhdim. Nuk është njësoj shkelja e rregullat të qarkullimit rrugor me vrasjen. Nuk janë aksident. Si e gjykon reagimin e kryeministrit, I cili për të parë tha donë që do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese. Deri te ky rast, te rasti I zonjës Balluku, thoshte donë që t'i gjejnë avokat të mirë, PS-ja nuk bëhet avokati askujt. Tani deri diku avokati Erion Vegjisa I u bë, pra. Ndoshta indirekt underground me atë protest përballë SPAK-ut, por edhe me ato deklarata që I kërcënonte prokurorët e SPAK-ut që mos guxojnë vinë marrin telefonin tim. Pra një sfidë ja bëri edhe për Erion Velin, këtë sfidë po ja bë edhe për Belinda Ballukun, tani kjo ndahet. O është teatr që ai do të justifikohet përballë bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë që nuk po ju lëshoj unë po sistemi. Ose është me të vërtet një sulm që do filloj për ta sfiduar, le të themi, SPAK-un, që deri tani ka qenë I dirigjuar, nuk po them nën kontroll, po hapat kanë qenë të dirigjuar. Poli dhe tha, I bën një nder, I lan 10 ditë reflektoj, s'ka asnjë nder pse të bëj një sistem drejtësie. Menjëherë merr mall. Ku konsiston deri? Ku konsiston deri? Mi la 10 ditë reflektonte. 10 ditë është o të jepte dorëshin o ta shupra, që nga dita do të thënë diferenca nga dita e marrjes së pandehur. Unë mendoj që Edi Rama deri te ditja e masave është një diferencë Edi Rama është në kushte të vështira, sepse normalisht këto afera që janë kapur një copës vetëm nga celularet e një drejtori, përfshin afera shumë të mëdha që nuk shkojnë kur në nivel ministri, shkojnë në nivel kryeministri. Pra, tendera 200 milion euro, tendera 450 milion euro, marrëdhënie gjeopolitike, ndërhyrje të ndryshme, ne akoma nuk dim pasqyrën e mesazheve dhe tek ai celulari aty nën punësi. Kështu që është për tu parë, por e sigurt është që Edi Rama është I përfshirë, siç ka qenë I përfshirë në të gjitha aferat e të shkuarës, të cilat çuditërisht janë ndarë me copza. Të gjithë dim që Edi Rama është I përfshirë te incineratorët, po është ndarë me copza. Janë dënuar ministra, janë dënuar kryebashkiak, po jo te kryeministri. Ndoshta kësaj radhe ka ardhur momenti që ai do goditet më në fund dhe tani normalisht do nxjerrë dhe armët e tij për të luftuar këtë sistem 100% me kapacitetin e tij. Patjetër që regjimet vetëm 10 minuta para se të bien ndjen të forta. Merren vesh, a kupton? A do bjeri as do bjeri. Ka nevojë edhe për ju. Por shpresa normalisht e shqiptarëve, patjetër ka nevojë edhe për opozitën. Jam dhe unë dhe zoti Lapaj opozit që duhet jemi lartësinë për ta shtyr atë gjë. Jo, do flasim për këtë, po të tajzaurojmë. Por si koncept është që një pushtet absolut që është ndërtuar në Shqipëri në shumë format kombinuara, si në formën politike që janë numrat, kartonat etj, në formën ekonomike, në formën kriminale,
formën mediatike, në formën e shoqërive civile, në gjitha formën, në formën e marrëdhënieve ndërkombëtare, le të themi për fasadën, ishte një pushtet absolut, të cilën normalisht një krisje e brendshme, e një digje që mban gjithë presionin e pakënaqësisë popullore, do mundohet që ta rrëzoj. Zonja Balluku thotë se në Shqipëri, sidomos opozita, nuk ta fal suksesin. Nuk ja fal suksesin njeriu të punës. Shiko. Ka një histori kolektive sepse shikoj dhe në rrjetet sociale, që po e sulmojnë Cilën? Zonjën Balluku apo... Dhe sociale kem shumë bështetë, Zonjën Balluku se janë tastiera për atë punë. Shiko. Tha dhe Erion Velia 3 ditë para se të arrestohet. S'ma falin suksesin. Shiko, e vërteta është që po dëshmohet dita ditës ajo që e kemi thënë, që ky është një shtet WhatsApp-i. Shtet mesazhesh në WhatsApp. Kjo është teknologjia, në avantazhet e teknologjisë. Të lutem, nuk është ashtu.